Avokati mbrojtës i Recep Selimit, Jeffrey Roberts, në ditën e fundit të gjyqit në Hag, kritikoi ashpër prokurorinë, duke thënë se vetë ajo nuk është e bindur për argumentet e saj kundër klientit të tij. Roberts u shpreh se prokuroria nuk arrin të bëjë dallimin mes provave dhe pretendimeve, dhe se përdorimi i frazës luftë speciale nuk i atribuohet zotit Selimi. Ta themi troç. Prokurorisë vetë i vjen turp për argumentat e veta kundër zotit Selimi. Nuk mund të dilet në asnjë përfundim tjetër si nga parashtrimet të SHN-s apo dosja e tyre me shkrim. Nëse vetë prokuroria nuk është e bindur për argumentat e veta kundër zotit Selimi, si mund t'ju bind ju? Ju lutem të shqyrtoni çdo dokument të vetëm të cilin ka përdorur prokuroria për të shkruar dhe për të përgjigjer gojarisht në mënyrë që dilin përfundimin nëse pretendimet tyre të dobta janë të besueshme. Sipas nesh, nuk janë as pak të besueshme, përse cilën nga akuzat. Sa takon rolit e inspektorit të përgjithshëm, prokuroria pretendon se ndonse zoti Selimi nuk ka pasur autoritet formal sipas rregullareve disiplinore, kjo s'ka rëndësi. Sepse këto rregullore, me sa duket, në përgjithësi autorizojnë neprorët të marrin masa disiplinore. Prokuroria pashtu pretendoi se Zyrapi ka dhënë dëshmi dhe ka thënë se inspektori i përgjithshëm kishte autoritet të pakufishëm për të ushtruar kontroll. Dhe ju referua një shkresë konceptuale ku thuaj se një nga përgjegjësitë e inspektorit të përgjithshëm ishte të evidentonte në thonjza maksi. Ai i kërkoi trupës gjyqësore të shqyrtojë me kujdes çdo dokument të paraqitur nga prokuroria për të vlerësuar besueshmërinë e pretendimeve të saj. Prokuroria nuk ka më asnjë provë, asgjë nuk mund të nxjerrë prokuroria tani për të siguruar vendimin e fajësisë kundër zotit Selimi. Për secilin nga pretendimet që ka pasur prokuroria kundër zotit Selimi në këtë rast gjyqësor, këto kanë qenë të pa baza. Kemi 5 vite me procedura paragjyqësore dhe gjyqësore. Kemi dëgjuar me qindra dëshmitar, kemi me mijëra prova materiale. Edhe prokuroria ka pasur tërësisht barrën e provës në këtë çështje gjyqësore dhe është e logjikshme që të hënën prokuroria të kishte shkëlqyer. Sidoqoftë, siç e pam të hënën pasdite, ata me zorja dolën ban. Ajo që mund të bëj unë tani është thjesht të përsëris kërkesën e javës së shkuar. Zoti Selimi duhet të shfaqsohet për të gjitha akuzat, të lirohet menjëherë, të kthehet në Kosovë pranë familjes së tij. Avokati gjithashtu theksoi se prokuroria tenton të vendosë mbrojtjen dhe vetë atë në të njëjtën anë, duke mos respektuar dallimin në barrën e provës. Ai kërkoi që Selimi të shfaqsohet nga të gjitha akuzat dhe të kthehet menjëherë në Kosovë pranë familjes së tij, duke nënvizuar se asnjë vendim tjetër nuk mund të mbështetet në provat e paraqitura gjatë gjyqit.